Si ndodh plakja? Shkencëtarët kanë zbuluar se plakja ndodh në 3 etapa. Shumica e njerëzve mendojnë se plakja ndodh gradualisht, por studiuesit kanë zbuluar se ajo në fakt përshpejtohet në 3 shpërthime kryesore, rreth moshës 34 vjeç, 60 dhe 78 vjeç. Këto ndryshime lidhen me ndryshime të veçanta në proteinat e gjakut, që rregullojnë inflamacionin, riparimin dhe funksionin e sistemit imunitar. Faza e parë shënon shpesh fillimin e ngadalësimit metabolik. Faza e dytë lidhet me rënien kardiovaskulare dhe muskulore. Faza e tretë lidhet me plakjen e sistemit imunitar. Plakja nuk është një vijë e butë, është një shkallë, por vetëdia të jep përparësi, mund të përgatitësh trupin tënd për çdo kërcënim.